Komuna e Kallmetit në bashkëpunim me Këshillin e Qarkut të Lezhës organizuan ceremoninë e dhënies së titujve qytetar nderi Komunës Kallmet dhe nderi Qarkut Lezhë për meshtarët dhe motrat që kanë shërbyer në famullinë e Kallmetit ndër vite, pasi kjo zonë ka qenë qendër i peshkëmbënore. Janë vlerësuar për kontributin e tyre jo vetëm si klerik, por edhe për historinë, kulturën dhe traditën, Imzot Luiz Bumçi, Imzot Gjergj Koleci, Imzot Giovanni Topih, Imzot Nikol Troshani, Imzot Francesco Malskinski, dhe motër Mrik Coli dhe motër Dil Pietri. Kam tajsi që këtu sot kemi 5 i peshë që kanë punuar në Kallmet, që janë nga Kallmeti, që kanë kontribuar aq shumë për vlerat historike, kulturore dhe fetare, edhe aq më tepër për vlerat shpirtërore të banorëve të Kallmetit dhe jo vetëm për gjithë banorëve të Lezhës. Krahas tyre kemi 2 motrat, motër Mrik Coli dhe motër Dil Pietri, të cilat punuan si murgesha në Kallmet para regjimit komunist dhe me pas në kushte shumë të vështira të terrorit komunist, arriti që të bashkëpunonin me familjet kallmetore, mbas edhe duke pakzuar apo krizmuar fëmijë që ka qenë shumë e vështirë në atë periudhë dhe përqunë në vitet 90-91 lirinë e besimit, bashkëpunimin famuljetar të Kallmetit, bashkëpunimin me Kishën Katolike dhe realisht në emër të gjithë banorëve të Kallmetit. Dhe të Këshillit Komunës Kallmet ju uroj mirënjohje dhe respekt edhe 2 motrave tona. Falënderimi i parë në këtë rast shkon për kryetarin e Komunës Kallmet, që ishte dhe iniciatori i organizimit të këtij eventi, ishte organizatori i, le të themi, një kujtese edhe sjelljes memorie, falënderimit me tituj të këtyre personaliteteve që kanë drejtuar famullinë i peshqve e Kallmetit, të Lezhës që ka qenë ekspostuar në Kallmet, njerëz me kontribut mjaft të madh, njerëz të kontribut mjaft të madh në drejtimin e famullisë Kallmetit, por edhe në jetën politike dhe religjioze të shtetit shqiptar. Deputeti Aldo Bumçi, sipas ardhës si Imzot Luiz Bumçi, i falenderoi për këtë vlerësim, ndërsa Paulin Marku, kryetari i Partisë Demokratike Dega Lezhë, theksoi se është rëndësishme që të rikujtohen dhe vlerëson figura të tilla si Imzot Bumçi. Ju jemi shumë mirënjohës si familje për këtë nder që i bëhet Imzot Luiz Bumçit. Jam shumë mirënjohës Komunës Kallmet, rrethet Lezhë, që e ka mbajtur gjallë emrin e mirë, më shumë se gjatë kohës komunizmit një emër që u harrua, por në këtë zonë për shkak se kishte shërbyer për një kohë gjatë, por për shkak të traditave të mira të kësaj zone, ky emër u ruajt, të respektohet. Ne na duket normale kjo histori këtu me njerëz që kanë shërbyer fesë, por mos harrojmë që për 50 vite kjo histori u zhduk dhe ne na imponua një mënyrë tjetër jo e natyrshme jetës njerëzore, ku njeriu t'ju hoq Zoti, besimet e Zotit, dorin të vrisin Zotin, vendosin njerëzit në vend të tij. Pra, një zonë që ka ruajtur traditat, një tokë e shenjtë, jo vetëm në të kaluarën, sot nga kjo trev e përvojtur e Shqipërisë ka ndalur kaq shumë priftërinë dhe murgesha mbas viteve 90. Të flasish për Imzot Bumçin është emocion. Normalisht është një vlerë se krahas misionit të shëjtërisë, të besimit, ai solli njerëzit misionin e paqes dhe ndihmën për një Shqipëri etnike, për një Shqipëri që sot mendojmë ne ta ndërtojmë së bashku. Meshtarët Carlos Calero, Don Martinjaku dhe motër Liria pohuan se të gjithë këta persona si peshk gjithashtu edhe 2 motrat kanë dëshmuar mesazhe për fe dhe atë. Besnik në i hyn edhe besnik në e theu. Kanë dëshmu fenë pra të edhe në jetën. Edhe si shqiptarë nuk kanë vdek me frikë, por të e dëshmu fenë edhe dashurin dhe e theu. Edhe këto figura, personalitetet që na nderojmë sot, kanë dhënë një kontribut shmushën për fenë edhe për kombin. Prandaj, ata mishërojnë vlerat, idealet edhe kontributet më të mira që çdo njeri, çdo kombas duhet të japë për vendin e tij. Unë jam dëshmitare dhe mirënjohëse për shembullin e pashlyerë që kanë dhënë motër Rita Coli dhe motër Dila Pietri. Ata kanë qenë shembull frymëzimi edhe për mua si motër e re, si motër shqiptare. Pasi 20 vjet jam pjesë e Kallmetit, shërbej në komunën e Kallmetit, për të kemi.
Falenderuan për këtë vlerësime dhe familjarë të mështarëve të ndëruar me çmim, ndërkohë që u kumtua edhe mbijetën dhe veprën e secilit prej tyre.